Dashur miq, ja ku takohemi së bashku për të realizuar emisionin Kolazhi javor dhe sonte si çdo javë ku do të sjellim përmbledhjen javore të emisioneve të cilat janë realizuar dhe tematika të ndryshme mjaft interesante që kemi pasur gjatë kësaj jave. Po fillojmë nga dita e hënë. Në emisionin e së hënës, ky është i dërguari im, Hoxha Enis Rama, zhvilloi një bashkëbisedim të hapur me shikuesit, të cilët përmes telefonatave dhe mesazheve drejtuan pyetje të ndryshme, të cilave ai u dha përgjigje gjatë këtij emisioni. Derisa të vendosësh për martesë, do të thotë të hysh në një rrugë ku bashkohen besimi, pjekuria dhe përgjegjësia për të ndërtuar një jetë në përputhje me vlerat islame. Për këtë temë foli Hoxha Osman Bekteshi në emisionin Shqetësime rinore. Thotë pyetja, a më pranon Zoti nëse e kumulon fen me vite, po tash po do më kthy. Padyshim se përgjigjja është po. Çdo kush për njerëzve mund të ketë kaluar një fazë saktuar të jetës së tij, madje mund të jetë edhe në mosbesim, s'ka besuar Zotin fare, ndoshta ka bën ndonjë mëkat apo ka bërë shumë mëkate, s'është e rëndësishme. Me rëndësi është që njeriu të ndihet keq për atë që ka kaluar dhe të vendosë që e ardhmja të jetë më ndryshe dhe normalisht të braktis punë të këqija, të braktis largimin nga Allahu i mënduar dhe të kthehet në rrugën e Zotit te barekuhu teala, duke zbatuar obligimet, duke u larguar nga ndalesat dhe duke bërë tash punë të mira sikur që dikur bënte punë të këqija. Ai që pendohet e kthehet tek Allahu i mënduar nuk do të thotë se është i pagabueshëm, ai mund të ndodhë që do gabon përsëri, por e rëndësishme është që ta mban veten të orientuar ka Allahu i mënduar, të kujdeset për obligimet, të kujdeset për ndalesat, largohet nga to dhe në momentin që ndodh një gabim në afekt apo i ndodh një mëkat, të pendohet tek Allahu më një herë dhe të vazhdon përsëri rrugtimin. Të nderuar, edhe më edhe të arë Zoti me mua, a më don Zoti, nuk bën me leju që deri në këtë nivel, domethënë shejtani me na mbjell një lloj pesimizmi, rezerve karshi Zotit ton, nuk bën kështu. Zoti na don, por a don ti Zotin? A don ti fenë e Zotit? A don ti adhurimin ndaj Allahut? A don ti një punë që don Zoti dhe e urren ti një punë që urren Zoti? Ç'ka është pyetja që më bëu? Nëse kjo na përket neve. Nëse ti i mirë me Zotin, komë ka Zoti shumë më mirë me ty, kjo është e dishme. Nëse ti e don Allahun ç'është duhet, jo vetë dashni unë do Allahun, jo, dashni të dëshmuar. Allahu ka më dashur edhe më shumë. Mirë, po një zhgënim njët, një telashe, u luta, s'pam përgjigj Allahu, nërta po këtë Allahu më kalon, këtu e në kejtë qytje djallëzore, kejtë qytje shritanit. Allahu te barekuhu teala, nëse të vjen ndonjë sprov, edhe Allahu të frymëzon, të udhëzon që me lutë Allahun, Allahu don. Nga na për shembull i rritim pritshmëritë. Na kanë për shembull kemi qef që me që ketë mirë, tu se jetojmë xhenet jo në dunjë. E pasaj si munges e kuptimit të dur të dunjas, si pasoj e prishmërive të ngritura lartë, zhgënjemi, e thëmë, s'pëm shkon kërgjë mirë. Ja, po shkon, se është një të ki, po në është të sprovur ka një smunje. Ki edhe familje, do të me shiku pëse s'përshkon puna familje mirë, pëse s'përshkon puna mirë. Do mon, cilë është pozicionin të familje, rolet, obligimet e tua në familje, a i ke kry që duhet, a ke një ullë me familje me bisedu, mos vallësh për shkak se nështë fitimi nuk është halal, harami e çrregullon familjen. Nështë s'ka adhurim, namazit falë në xhami, në atë shtëpi, nuk lexohet Kur'an në atë shtëpi. Atë mund të ketë edhe përnime për shkak të kësaj, mund të ketë për tjera arsye. Çështja e martesës është jetike. Vendimi për të martuar është i patjetërsueshëm. Në legjislacionin islam, parimisht martesa është mubah. Është diçka e lejuar dhe e preferuar. Por ka raste kur ajo bëhet e patjetërsueshme, bëhet e obliguar. Sikurse rasti i dikujt që sprovohet në besim, në fe apo edhe në moral. Nëse dikush bie në nivelin e patjetërsueshëm të mbrojtjes së vetvetes nga mos devijimi në fe dhe nga mos devijimi në moral, ai e ka obligim
e ka farz martesën. Është diçka patjetërsueshme, sepse asgjë nuk është më me vlerë se sa imani fillimisht, pastaj pas imanit morali. Dhe martesa konsiderohet si një prej faktorëve kryesor të mbrojtjes së njeriut edhe në fe, por edhe në moral. Kur themi se duhet t'i përmbushim paraqitësh kriteret, sa jemi të gatshëm për ta bërë një gjë të tillë, kjo nuk let në nënkuptoj se duhet ta vonojmë pa asnjë arsye martesën. Madje vonimi i martesës, sikur se përndodh sot, është një gabim shumë i madh. Çdo kohë i ka përgjegjësitë e veta. Dhe derisa përgjegjësitë e kohës nuk merren në kohë, atëherë lindin pasoja tjera. Lindin pasoja të rënda në jetë. Ndërkash, ndërmarrja e vendimeve të nevojshme dhe të rëndësishme, sikurse është për shembull martesa, në kohën e vet, është një prej gjërave më të qelluara që ne mund të bëjmë në jetë. Sepse e zëm hapin jetësor. Nuk na ikin përgjegjësi, i përmbushim ato në kohë dhe para së gjithash jemi të gatshëm dhe të përmbushur si në fe, po ashtu edhe në karakter, për t'i kryer përgjegjësitë tona karshi Zotit Madhërisëm. Pastaj për të qenë në gjendje për t'i përmbushur edhe përgjegjësitë tona karshi njerëzve në përgjithësi. Pejgamberi Allahut rinis ju drejtua duke i thënë: "O i rini, martohuni. Pse pritni? Çka është ajo që ju pengon juve? Gjitha mundësitë i keni, gjitha aftësitë i keni, andaj martohuni. Sepse kjo është më e mira për ju. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Kjo më së miri e ruan shikimin nga harami, por edhe e mbron nderin e secilit prej jush. Një njeri që është i martuar, sado që të joshet nga rrethonat jetësore, ai e ka mburojën tek shtëpia e tij. Ai është i gatshëm për t'i kaluar këto joshje që i serviren nga bota e egër e jashtme, përmes asaj që e ka të lejuar në shtëpi, përmes gruas së tij, përmes burrit të saj. Të kuptosh ndalesat sipas Kuranit, do të thotë të kuptosh kufit që Zoti ka vendosur për ruajtjen e nderit, drejtësinë dhe mëshirën në jetën personale dhe shoqërore. Ishte kjo tema që vazhdoi së trajtuari Hoxha Nezgoga në emisionin Besimi dhe etika në Kuran. Kurse kur Allahu thot të pyesin ty për hënën, ai drejtohet pejgamberit alayhis salam për të shpjeguar rolin e hënës si një shenjë udhëzuese për besimtarët, duke theksuar lidhjen e saj me kohën, ciklet natyrore dhe rregullat e jetës. Për këtë temë foli Hoxh Ahmed Kalaja. Normë tjetër e cila ka të bëjë me kapitullin e ndalesave, norma etike të cilat duhet t'i ketë parasysh çdo shoqëri, është kur tradhtia bëhet pjesë e një shoqërie, kur njerëzit nuk janë besnik dhe nuk e çojnë emanetin në vend. Prandaj Allahu te baraka wa taala e konsideron tradhtin si një vepër shumë të shëmtuar, madje tradhtia kur ndodh në mesin e njerëzve dhe veprimeve që ata i kanë gjatë jetës së tyre në një shoqëri, një akt i tillë konsiderohet edhe tradhti ndaj krijuesit dhe pejgamberit alayhis salam. E kemi kaptinën Furqan, ajetin 19, thot Allahu dhul Jalal: "Wa man yadhlim minkum nudhiqhu adhaban kabira." Kush prej juve guxon t'i bëj tjetrit pa drejtësi dhe zullum, të tillit ne do t'i mundsojmë që ai të përjeton dhe të shejon një dënim të dhimbshëm. Po ashtu ka edhe një numër të madh të haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku pejgamberi alayhis salam na sugjeron dhe kërkon nga ne që ne të qëndrojmë sa më larg prej çfarëdo lloj padrejtësie dhe çfarëdo lloj zullumi, nga se ai i cili bëhet pjesë e padrejtësisë, ai i cili tjetrit i bën zullum, ai edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër do t'i ketë punë shumë keq. Thot Allahu dhul Jalal në kaptinën Bekar, ajetin 283: "Wala taktumu ash-shahada
wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Mos e mshifni dëshmin. Mos e mshifni të vërtetën e cila lidhet me një dëshmi, me një provë, me një argument, me një dokument, si dush thuaj. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Ai i cili e mshef një të vërtetë, çfarë do lloj forme qoftë e vërteta, qoftë dëshmi, qoftë dokument, qoftë provë, ai i cili e mshef të vërtetën, le ta dinë se në zemrën e tij po bart një mëkat dhe një gjuna shumë të rënd tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe Zoti e solli përgjigjen. Të pyesin ty o Muhammed për fazat e zhvillimit të hënës. Thuaj, i kemi bërë si kohë përcaktuese të fillimit të adhurimeve, haxhit, agjërimit e kështu me radhë. Pra, hëna është një mrekulli e Zotit, është një, le të themi, një krim interesant që Allahu xhallahu ka bërë në këtë univers, që ka të bëjë me jetën tokë, edhe Zoti i Madh ka bërë atë si një matës tjetër të kohës. Pra, kemi dy matës kohës për ne si njerëz sot. Kemi matësin me kalendarin, le të themi, diellor dhe kemi matësin e kohës nëpërmjet kalendarit hënor. Zoti i Madh shumë gjëra në fen tonë ka lidhur pikërisht me hënën dhe me lëvizjen e hënës. Jo se ne kemi ndonjë asfeksion ndaj hënës. As se hëna apo gjysmë hëna apo hëna e re është simbolistik e Islamit. Se ne rëndom gjejmë për shembull, kur flitet për Islamin kemi atë hënën e holl ose gjysmë hënën me atyllën e vogël dhe si simbolistik e Islamit. Na akuzuar se adhurues të hënës. Pra ka lidhje Islami këtë pjesë? Po e lidhin. Faktikisht nuk është se ka lidhje, domethënë. Po pse shumë adhurimi në Islam lidhet me hënën? Sepse Zoti do, domethënë, që të jetë i barabartë dhe i drejtë me të gjithë njerëzit. Meru ose angazhohu me atë që ty të intereson, prej pjekurisë së besimit ose prej treguesve të besimit të pjekur, besimit të fortë, është angazhimi me gjëra që i interesojnë. Pra në momentin që ti merresh me gjëra që ti interesojnë, pra të sjellë një rezultat pozitiv për punët e kësaj bote ose për punët e botës tjetër, ti je besimtar, e ke kuptuar mirë kur i thon. Dhe në momentin që ti interesohesh për gjërat të cilat merresh me gjërat të cilat ty nuk të interesojnë, pra nuk të japi një rezultat për jetën tënde të kësaj bote apo për jetën e botës tjetër, do të thotë se besimi jot nuk është aty ku duhet. Pra është tregues i besimit se me çfarë merresh. Për këtë arsye themi ne, besimi është të besosh me zemër, të veprosh me vepra dhe domethënë të shprehesh me gjuhë. Pra është diçka 3 në 1, domethënë, të besosh në zemër, ta shprehësh me gjuhë dhe ta bësh me vepra. Pse? Sepse nuk mund të jetë diçka që, domethënë, fantazohet vetëm apo mendohet vetëm, duhet të ketë realitet. Dhe që të ketë realitet do të thotë se merr kohë, merr pjesë nga jeta e njeriu. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë. Absolutisht ne duhet të mbështetemi shumë tek për llogaritjet shkencore, duhet i marrim në konsiderat. Ne faktikisht i kemi të lidhur adhurimit me daljen e hënës, po me shikimin e hënës. Pavarësisht se shikimi mund të jetë i lirë apo mund të jetë nëpërmjet, le të themi, aparaturave të cilat ndihmojnë në shikimin e hënës, por në fund fare është e lidhur dhe ne e përmendëm në fillim të emisionit. Pra ideja është që njerëzit, domethënë, ta shijojnë të gjithë në mënyrë të barabartë adhurimin e Zotit njësoj. Pra Zoti nuk ka njerëz të privilegjuar në tokë, nuk ka racë të zgjedhur të Zotit në tokë që ti privilegjoj këta me një kohë X edhe të privohen nga kjo kohë të tjerët që mund të jenë në hemisferën tjetër të globit. Kështu që është puna e drejtësisë. Emigrimi vazhdon të sjellë dhe të shkaktojë një problematikë serioze në Shqipëri, duke larguar potencialin njerëzor dhe duke kufizuar mundësitë për zhvillim. Këtë temë trajtuan Ilir Ademi dhe i ftuari i tij Zyhdi Dervishi në emisionin Kënd Vështrim. Derisa me hoxhën Fitim Gërguri gjatë emisionit Kështu ishin të parët tanë, kemi folur për kujdesin ndaj namazit, sepse namazi është shtylla e fesë dhe kujdesi për të tregon për kushtimin dhe devotshmërinë ndaj urdhrave të Allahut. Do të theksuar se ndër popujt e vendeve socialiste të lindjes, shqiptarët kanë koeficient më të lartë të emigrimit.
diku rreth 45-47% real. Zyrtari diçka më i ulët. Në atë kohë ishin kryesisht motive ekonomike. Madje kam konstatuar që kishte edhe motive arsimore. Në shumë fshatra të Kukësit, të Pukës, hikën mësuesit që ishin me banim, po them në Korçë, në Vlorë, në Durrës, në Tiranë. Mbetën pa shkollë fëmijët. Familjet me shumë fëmijë nuk i mundësi t'i çonin t'i shkollonin diku në shkolla ngjitur ose në vendet tjera të Shqipërisë. Ne jemi shoqëri që njihet për sakrificën ndaj arsimit, pra shqiptarët shesin pothuajse gjithçka për të arsimuar fëmijët. Kanë ikur edhe nga këtu. Është një trend po i përcaktuar nga faktorët, caktuar. Është një trend. Njeriu nuk ndihet mirë kur ka një midis acid, ka një klimë acide. Unë jam rritur në universitet. Kam hyrë në Këshillin Shkencor të fakultetit Shkencave Politike Juridike 19 vjeç adoleshent. Ato profesorë që në atë kohë ishin me 30-40 vjet më të mëdhenj se unë mosh, edhe 50. Ishin të luftës dhe të punës, shumë dinjitoz. Kur ata linin në klasë, nuk i filmosnin pa merituar, fëmijëve të ministrave, zëvendës kryeministrave, të kryeministrit, në detyrat e kësaj. Si mund të mendoja unë të me not pa merituar? Vi nga familje mësuesi. Do ta mendoja këtë gjë, ki një hierarki të mirë përcaktuar. Ishin burra shumë dinjitoz, shumë serioz, luftës dhe të punës, shumë të ndershëm, shumë korrekt. Të situatë që është krijuar në vendet e tjera, ku emigrantët shqiptarë nuk e ndiejnë veten fort mirë, që janë më të prirur tani të kthehen, do ta shfrytëzojnë kuptimin e mirë të fjalës. I ka krijuar hapësira me garanci, me farburërie. Po, ky emigrant punon kaq veta, pira që punon më shumë, i trajton mirë, të favore tjera t'u banë. Pse jo? Sepse kryesorëve është që hapësira shqiptare në Ballkan, për që shqiptarë kanë derë më shumë gjatë se çdo popull tjetër, duhet ta kenë shqiptarët. Tani, lëvizjet që bëhen nga italianët, Italia, një shtet shumë i madh krahasim me Shqipërinë, është tashikimtare përndërës romake, heqe migrant për të ndryshuar përqindjet e popullsisë atje. Pse ne duhet të presim? Nuk ka arsye. Pra, ne duhet të tërheqim sa më shumë emigrantë shqiptarë të vinë në Shqipëri, të fillojnë aktivitetin këtu dhe të kryejmë kushte shumë të mira. Është i vetmi adhurim, vëlla Bojar, që nuk ka rast kur ishte vendas, apo musafir, apo luft, apo paqe, apo bor, apo shi, veç se fali bashkë. I vetmi ishte namazet. Edhe në luft, në rrethonat të rana, i dërgunës ose dilte e falte namazet. Dhe spjegën Allah se si është kë namaz në Kur'an. Një pjesë shkon, pas të tjera të vinë, njëra ka të falet, që nuk është koha ta sqaroj, por me gjithat kushtën të shumë rëndësi. Me xhamat. Dhe kështu ishin sahabët. Abdullah ibn Mesudi thoshte kur ndonjëri prej neve ishte i smur. E kapnëm për kraj dhe këmbët e tij zvaraz shkojshin deri sa vendosëm sa për të falë. Po nëse i pra ndihmonin njëri tjetrin. Sigurisht. Po nëse ndodhë të ikte namazë për shkak gjendjes të ranë, shkonim ta vizitonim për smuj dhe vizitën më të madhe bënim për shkak që ka i namaz në xhamat. Po e shumë se sa është vështirë me ndërtu një shtëpi në dunja, me kapacitete minimale të dunjas, 10 metra, 15 metra, një kat, 2 kat. Po një shtëpi në xhenet që fillimi saj shihet dhe fundi saj nuk shihet. Një tull prej saj are, tjetra argjend, dhe ai malteri i saj është misk. Këtë shtëpi pse se ndërtojnë Allah? Ku është problemi? Është në rregull që njeri me thonë një vepër të caktuar me shpërblim të pak, edhe nëse se bëj, po pse s'po marron shtëpi në xhenet? Pyetja që do të më bëj vetet. Këto e kemi derë nëpërmjet nafileve. Andaj ta shfrytëzojmë.
Sahabët nuk e lënin këtë gjë. Dhe jo vetëm, po nuk ndodhte ta lënin as namazin e natës. E falnin vazhdimisht. Dhe jo vetëm sahabët, po edhe gjenerata tjera. Çështja e Muhamedit alayhis salam. Edhe në prag të vdekjes mendonte dhe këshillonte për namazin. Pse? Për shkak të rëndësisë të madhe. E tërë jeta e tij ishte ngritur me namaz. Dhe fundi i tij ishte i tillë. Nuk ka gjë më të rëndësishme për një besimtar se sa Allahu dhe lidhja me ta. Wa aqimi s-salata li dhikri. Fale namazin për çka? Që të më kujtosh mu, të bjen men për mu, për në takim me mu. 77 herë, 72 ajete, thirrje në mënyra të ndryshme për namaz. Kjo ishte edhe fillimi dhe fundi i pejgambersisë. Pejgamberi sa fale i mëngjes dhe mbrëmje para se të zbreste 5 namazet. Dhe kështu ishte edhe jeta e tina. Punëtori nuk është sklav, por një individ që ka dinjitet dhe të drejta dhe angazhimi i tij duhet respektohet si një mundësi për zhvillim dhe mirëqenie. Për këtë temë kemi folur me Hoxhën Ekrem Avdiu, të ajtën mbrëma në emisionin e Drejt për Drejt, e thëna e pa thënë, kurse etika ndaj dietarëve kërkon respekt, nderim dhe njohje për dijen që ata ofrojnë, duke i trajtuar ata si burime të udhëzimit dhe mençurisë për shoqërinë. Kështu shpreh Hoxha Elbasan Xhani në emisionin Më trego për Islamin. E drejta bazike e njeriut nuk është e drejta për me e marrë rrogën, edhe me u pagu për atë për cilën punon. Po shumë më e rëndësishme se kjo është e drejta për të pas dignitet, edhe për të trajtu dignitet shumë. Dhe Islami pikrisht këte e ka nënvizu, e ka betonu, kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se punëtorët tuaj janë vëllezërit tuaj. Edhe nëse keni marrëveshje me ta për një punë të caktuar, thotë, mos i ngarkoni më tepër se sa kanë mundësi. Ti mundesh me u thirrë në kontratën që e ke me punëtorin tani, i thua vëlla, ti ke apliku për punë. Këtë kontratë vetë e ke nënshkruar, edhe ai thotë, po mirë o zotni, po nuk po munde. E tash në këtë rast ti mos u thirrën në kontratë, po thirrën ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se funit njerëz jemi. Ka mujt Allahu ati me i dhënë ty me të bë nevojtar për te. Thot kjo që mos i ngarkoni me atë që smundën me e bardh, ndihmojeni në kryerjen e obligimeve, ani pse ti se ki borx ti e pagun, pra ti thu, po unë e paguaj për me ma bardh këtë tavolinë prej këtij venin atë vend, po mirë pse a bot nami nëse e bardh ti pash me tha. Ani pse e pagun. Edhe mos ja paksa ato që ka jeni marrë vesh pse të ndihmova. Edhe tjetra, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ushqejini me atë që ushqeni ju veten tuaj. Edhe në rast të, sidomos të vonimi i pagesave, me mundësitë e ekzekutimit tyne, këtu kemi pastaj edhe porosi tjera profetike që janë shumë, do të më marrë shumë seriozisht se janë të rrezikshme. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, matlul ghani dhulm, prolongimi ose vonimi i ekzekutimit të borxhit, ai që mundet me e bë, është zullum. E zullumi është gjë e madhe shumë, e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sërish një hadith kudsi, ku Allah i madhruar thot, me 3 persona, unë do të mirem vet me ta, unë do të jem kundërshtari i tyre në ditën e gjykimit. Paramendos Zoti i gjithësisë me thonë kështu, e njëri prej tyre thot filani një njeri i cili e kërkon një shërbim prej dikujt për kompenzim të një pagese, e lyp shërbimin e nuk e bën pagesën. Do thonë me Allahun ka punë që ky njeri. Sa më mirë ti trajtosh punëtorët, aq më mirë kanë me të trajtuar aty. Dhe sa më keq ti trajtosh punëtorët, dije se aq më keq kanë me të trajtuar edhe aty. Nëse i trajton me mirësi, nuk kanë me keq përdor mundësin, nuk kanë me të vjedh, nuk kanë me të sabotu, nuk kanë me ka me pas gjithë përjashtime, gjithsesi se jeta e kësaj bote nuk është jetë e përkryme, nuk jemi në xhennet. Megjithatë, a do të sillen ata mirë me ty, a do të jenë ata korrekt me ty, a do të jenë ata besnik, a do të jenë ruajtës të mirëfillt edhe korrekt të pasunisë tënde, kjo varet prej teje.
Pite varet. Se edhe me të sprovu Zoti me ndonjë i cili ndoshta nuk është sa duhet i vetëdijshëm për përgjegjësitë që i ka, Allahu ka me ta mundësu që ai me u largojë me ta ndonjë punëtor i mirë ose kështu me radhë, vetëm kije parasysh çdo gjë që të bësh, bëje për hir të Allahut fuqiplot. Dituria është njëra prej gjërave më madhështore që e don Allahu subhanahu wa taala. Mjafton si argument shumë i thjeshtë dhe jo i komplikuar prej 6236 ajeteve të zbritura në Kur'an. Fjala e parë e cila zbriti ishte Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo, mëso, studio Muhammed me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Pra nuk zbriti falu Muhammed, nuk zbriti fjala e parë agjëra ose shko në haxh Muhammed, por zbriti lexo, mëso, studio. Mjafton si argument pra për të sqaruar se çfarë vlere i jap Islami kërkimit të diturisë. Andaj, dituria është gjëja më e lartë që e kërkojnë kërkuesit. Dhe qëllimi i sakt në kërkimin e diturisë dhe në raport me mësuesit e bën veprën tënde të pranuar të Zotit. Për ndryshe, lodhe shkot. Për ndryshe, do mundohe shkot. Për ndryshe, do të harxhosh para kot, sepse Allahu nuk e pranon punën tënde në qoftë se nuk je i sinqert. Pejgamberi alayhis salam thot innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen sipas qëllimit. Në qoftë se qëllimi yt përmes diturisë është kënaqësia e Zotit, përmes diturisë është vlerësimi i hoxhës dhe mësuesit tënd, do të arrish këtë qëllim. E në qoftë se është në vlerësimin e tij, atëherë në ditën e gjykimit dituria jote do të jetë argument kundër teje, jo pro teje. Allahu na ruaj. Prej edukatës e kërkimit të diturisë, siç e kanë thënë dietarët, është edhe që hoxhën ton, mësuesin ton, profesorin ton, mos ta thrasim me emrin e tij të përveçëm. Pra, ta thrasim në emër, o filan. Mësuesin do ta thrasim me fjalë më të bukur, o mësues, o hoxh, o dietar, o profesor. E emra të ndryshëm edhe o baba, sepse mësuesi thamë që është në vendin e babait. Andaj, këta janë emra me cilët ngritet mësuesi. Këta janë emra që më së bukuri i takojnë një nxënësit të diturisë që ta thërras mësuesin e tij. Andaj nuk është prej edukatës së mirëfillt që ne ta thrasim me emrin e tij, sikurse që ne e kemi shok atë, sikurse ne kemi qëndruar me të dhe kemi ruajtur bagtit me të. Ne duhet ta bëjmë diferencës mes nxënësit dhe mësuesit. Krizat sociale dhe kulturore kanë çuar në një rënje të interesit për leximin dhe librin, duke krijuar një hendek në ruajtjen e dijes dhe vlerave kulturore që ndihmojnë në rritjen intelektuale dhe shpirtërore. Për këtë temë kemi folur me profesorin e gjuhës Jeton Koqinaj në emisionin Këndi i diskutimit. Ndërkaq për temën palët në mbështetje të udhëheqësve ka folur Hoxh Muhammed Dërmaku gjatë emisionit të radhës Popujt e Kuranit. Tashmë në kohën që ne po jetojmë, që kemi rastisur, le ta themi kushtimisht, të jemi pjesë e kësaj periudhe të zhvillimit të hapshëm teknologjik, jemi dëshmitar se libri është zëvendësuar plotësisht me telefonat që ne i mbajmë në duar. Dhe faktori kryesor, kryekëput do të kisha thënë që është sot kjo. Ta zëm në një rrugë kudo në një mostër të rastishme të rrugëve të ndryshme në për qytet, në kryeqytet, qytetet të tjera, në një rrugë të vetme ka me 10 dyqane celularësh që merren me shitjen e tyre dhe në këto rrugë mbase nuk rastis që të shohim asnjë bibliotek, librari e kështu me radhë. Dhe kjo është treguesi më i mirë se populli ynë në çka është i orientuar. Dhe normalisht po të kishte ta zëm librari shumë më shumë dhe biblioteka shumë më shumë, kjo është një tregues se ato frekuentohen, merren libra, lexohen, kthehen, siç e the huazohen e kështu me radhë. Mirë po, normalisht që çështja është krejtë ndryshme sot me atë që ne po themi. Nëse një fëmijë do të rritej në ambiente shtëpiake
me prindër të cilët vazhdimisht në përduar ose ko pas kohë të paktën mbajnë librat e tyre teksa lexojnë, teksa diskutojnë ndërmjet vete bashkëshortët. Kjo do të ishte një gjë e mirëpritur pastaj edhe në ndërdijen e fëmijëve. Ata ndonse nuk mund të dinë të shkruajnë e të lexojnë, të paktën do t'i merrin librat, qoftë edhe duke i kthyer së mbrapshti, duke imituar kinse po lexojnë, njëjtë siç i shohin prindrit e tyre teksa falin dhe njëjtë edhe ata bëjnë lëvizjet e tyre të namazit, njëjtë do të bënin edhe me librat e tyre dhe pastaj kjo në ndërdijen e tyre do të skalitej edhe do të bëhen natyrshëm pjesë e leximit pastaj në të ardhmen e tyre. Formimi i një lexuesi të ri fillon kështu. Pikërisht, fillimisht le t'u ofrohen lexuesve librat që ata i dëshirojnë. E vetëm pasi të krijohet kjo varësia, sëmundja nga leximi i librave, ndërkohë po e them kushtimisht sëmundje, se do të ishte një sëmundje shumë e mirë, varësia nga leximi i librave, dhe vetëm në atë kohë pastaj mund të orientohet lexuesi me librat që ja vlen të lexohen. Fillimisht me atë që ata i duan e pastaj pas një kohë me atë që atyre u duhen. Dhe e bukur e kësaj bisedës ishte ai optimizmi i juaj që do të rikthehet lexuesi pranë librit. Jam i mendimit se leximi, librat përgjithësi janë në një gjumë dhe në një 24 orësh, gjumi është më i paktë se sa zgjimi dhe kur të zgjohet gjumi, faktikisht leximi nga gjumi në cilin ka rënë, normalisht që po shpresoj se zgjimi do të jetë edhe shumë më i madh. Njëjtë siç u rikthye feja shumë më fuqishëm, shumë më me interes për të mësuar, për të studiuar, një do të kthehet edhe leximi në të ardhmen. Jam optimist. Sepse edhe feja kështu e kërkon. Pikërisht që të lexohet më shumë. Edhe fundi do të jetë ashtu siç ka qenë në fillim me fjalën e parë, lexo. Allahu nuk ka bërë ndonjë standard të caktuar për popujt e mëhershëm që ai standard të jetë ndryshe për popujt e mëvonshëm. Allahu nuk ka bërë që popujt e mëhershëm kanë qenë të obliguar të besojnë dhe të adhurojnë atë, e popujt e mëvonshëm të kenë liri absolute në kuptim të mos kenë kufizime dhe të mos kenë obligim për ta adhuruar dhe për ta besuar atë. Allahu nuk ka bërë këtë botë për një gjenerat që tjetë botë e lidhur me ahiretin, një gjenerat tjetër ta ketë botë vetëm të kësaj bote, pra që këtu është gjithçka dhe këtu përfundon gjithçka. Pra, këto standarde nuk lidhen me madhninë e Allahu xhelle xhelaluhu, nuk mund të jenë të dyfishta, nuk mund të jenë ndryshe nga të tjerët, andaj është shumë jetike dhe shumë më rëndësi që të kuptojmë historinë e popujve që të dim eventualisht se si mund të jenë përfundimet dhe epilogjet e popujve dhe gjeneratave të mëvonshme. Paria prej popullit të faraonit, sepse nuk ishte vetëm faraoni, ai pa drejti, por tham, ai kishte afru njerëz rreth vetes, të cilëve u kishte dhënë pozita të caktuara, detyra të caktuara dhe tashta e bënin avokatin për faraonin edhe më keq. Ata çfarë thanë? Etadharu Musa wa qawmahu li yufsidu fil ard. Apo lejon Musain dhe popullin e tij që të bëjnë padrejtësi në tokë, që të shkatërrojnë në tokë, që të bëjnë fesat në tokë. Ndërkaq Musai thotë wa yadharaka wa alihatak. Musai është ai që të let ty të praktikis ty si Zot, demek, edhe zotrat e tu, ose Zotin tënd, po zotrat në shumë këtu ka ardhur. Pra, imagjinoni çfarë ndërhyrje është e kësaj parie. Përveç që e shohin faraonin si të drejtë, e shohin Musain si të padrejtë. Firauni ose faraoni ishte ai despoti që nuk do të dinte ai ta arsyetonte veten pos me gjuhën e forcës. Ndërkaq ta paria tash ndërhyjnë dhe thonë e trimërojnë faraon, duke i thënë se ti po le të lirë Musain që ai të pengoj nga besimi në ty, nga besimi në ty si Zot dhe nga besimi i zotrave të tu,
Pra, si ka mundësi që ata ta shohin Musajin dhe pasuesit e Musajit a.s. si njerëz që po prishin rendin. Si ka mundësi që të prish rendin ai që është i pushtuar. Si ka mundësi që të prish rendin ai që është i udhëhequr. Suksesi i pavlerë është ai që orienton drejt mohimit të ndihmës së Zotit, siç ndodhi me disa njerëz të cilët janë përmendur në Kur'an, që u shkatruan për arrogancën dhe mohimin e mirësisë së Allahut. Këtë temë e sollën Sali Berisha dhe Hoxh Bleri Musliu në emisionin Konteksti kohor. Në anën tjetër, zbatimi i imanit do të thotë jetosh sipas parimeve të Islamit, duke e shprehur besimin nëpërmjet veprave të mira dhe përkushtimit të sinqertë ndaj Allahut. E këtë temë e shtjelloi Hoxha i nderuar Burhan Fili. Por mungesa e qëllimit të krijimit. E pastaj edhe suksesin e pasurisë, pastaj që Islami e ka nxit në aspektin e përgjithshëm, njerëzit do ta përdorin edhe do ta përdorin për më shumë për dëm sesa për dobi. Më shumë për hapjen e të këqijave sesa për hapjen e të mirave e kështu me radhë, sepse mungon ajo esenciala, burimorja, bazike që është suksesi më i madh që arrin dikush që është njohja e qëllimit të krijimit. Pra në momentin e parë që njeriu e njeh qëllimin e krijimit, pra që është njohja dhe madhrimi i Zotit dhe të jetuarit që është dhënë Zoti fuqiplot, atëherë çdo sukses tjetër llogaritet i lavdruar, i nxitur edhe i promovuar nga feja, sepse këtu pastaj e kupton njeriu edhe vlerën e pasurisë, edhe pse duhet pasuria, edhe pse duhet me punu, edhe pse duhet me lodh, edhe pse duhet me grumbullu, edhe pse duhet me pas e kështu me radhë. Pra nëse njeriu posedon diçka prej të mirave të kësaj bote, çfarë do qofshin ato, njeriu në një formë ose në tjetrën ai do ta kuptojë se Zoti më don mua, sepse mu po më jep pasuri, mu po më thon, unë jam rahat, unë jam i qetë, unë jam nuk kam asnjë breng, nuk kam asnjë hall, nuk kam asnjë dert. Pse unë mos jem i dashur te Zoti. Dhe kundërta, çdo kush që është i sprovuar, e i cili ka dert, po themi, çfarë do qofshin ato, brenga dhe hallat të kësaj dynjaje, do të kryhet përshtypja se me dorë Zoti ata, ja kish çuda pasoni, me dorë Zoti ata, i kish ndihmu, me dorë Zoti ata kështu. Ky është një nga deformimet rrënjësore, të cilat e prishin komplet balancin e suksesit dhe mos suksesit, sepse kjo buron nga mosnjohja e Zotit, nga mos nënshtrimi ndaj tij dhe mosnjohja e qëllimit të krijimit. Përndryshe njerëzit në raport me të mirat e kësaj bote, të përgjithshme, këtë rast edhe pasunin, pejgamberi sa më ka treguar se janë 4 kategori, dhe kjo është shumë më rëndësi. Ka thonë ata të cilët kanë edhe dhanë, padyshim se kanë shpërblime të mëdha. Është një kategori tjetër, shumë interesant. Ata të cilët nuk kanë, por thonë po të kishëm pas, kishëm e dhanë. Po jam më thotë këta janë bashkë me të parë në shpërblime. Amo kjo është me sinqeritet, sepse mund të sprovoj Allahu, mund të testohesh. E ky testim jo rrallëherë na ka ndodhur me pa njerëzit, e me vërtetu, e që themi me i prek njerëz cilët, apo kur s'ka pas ka ditë me fol shumë, e pastaj realiteti edhe rrugtimi e ka dëshmuar të kundërtën. Pra ai që ka edhe jep. Kategoria e dytë, ai që nuk ka, po thotë po të kisha do të jepsha. Këta është bashkë me të parë. Kategoria e tretë është ata të cilët kanë e shfrytëzojnë të keqen. Padyshim se këta janë shumë të këqij. Është një kategori që janë miskina shumë. Ata të cilët nuk kanë, po thonë më pas kishëm me bë keq si këta. E këta janë bashkë me këta në gjinoja. Ajo pika që prek shpirtin. Pa, ja tani unë për shembull, pa më prek njëri, pa më vur asnjë aparat, vetë ju ky syni, jo syni, s'është syni, por ajo mbrëmëzia e njeriu që prodhon lot. Kem preku njeriu po tani, në ana fizike. Jo, po pra kjo është ajo esenca që Allah do që ne të shkojmë tek brendësia e njeriu të bota që nuk shifet. Nuk preket, por ajo është që ndjen, që ta jep, që të bën ty ti jesh njeri.
të dallohesh nga krijesat tjera. Pra, ajo vajza i thënë nuk është i meri që më shef mu. Se kam galen dertin problemin me merin. Unë e kam problemin në këtu çështje me Allahun. Pra kjo është besimi takwa, që sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e takwa ha huna. Takueti dhe vëshmëria për këtë është këtu kur të ke zemra. Ajo është e cila e bën zemrën të vigjilojë ose të tundet, të drillet. Muslimani i vërtet është prodhimi këtyre dy elementeve, që është Kurani dhe Suneti i pejgamberit, që është reflektimi i vetë Kuranit. Allah gjithashtu unë thotë: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Vërtet thot sigurisht ky Kur'an, inna hadha al-Qur'an, është udhëzuesi më i mirë, harta më e mirë, GPS-i më i mirë. Gjitha këto që mund t'i nëmrojnë me letra, që si harishon inna hadha al-Qur'an, jeti lidheti jakuam që dojton që të qënë ka ma e mira. Pra ky njeri që udhëzohet nga Kur'ani dhe ndjek Kur'anin duke pas të shpjegimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe aplikimin ose vumeniet nga pejgamberi, e çon njeriu në rrugën e drejtë. Dhe ju beshir dhe jep si harish ose si harishon besimtar, o ju beshir alladhina amanu, ato të cilët besojnë, pra besimi natyra e mrenshme, dhe shoqërojnë këtë besim me vepra që është fizike. Pasëtia që muslimani ka, është kryesorja edhe... Muslimani kur falet do të marrë abdes, rrobën do ta ketë pastër, vendin ku do falet do të jetë pastër. Të gjithçka, pasi nuk mundet një musliman ose muslimane të falen nëse vetë nuk ka pasëtinë e përgjithshme trupore, pastaj abdesin, pra të pajisit me armën e abdesit. Po dhe vendi ku do falet. Dhe vendi ku do falet jetë vendi më i përshtatshëm, më i mirë. Bile është madje bile është mira që të ketë edhe e parfumosur. Qoftë vetë ai, ne kemi edhe të këshilluar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ne kur dalim të hedhim çik misk ose levant ose parfum që shkojmë xhami ose shkojmë diku tjetër. Pra ka elegancë dhe zotin lëk edhe në pastërtinë e tij dhe në pamjen e tij. Është art. Islami feja është feja Allahut, është art në të gjitha pikpamjet. Të dashur miq, me këto dy përmbledhje kemi arritur në fund të takimit të sotëm të emisionit Kolazhi Javor. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.